Të dashur miq të televizionit Nova, përshëndetje edhe njerë këtu nga televizioni studios hapur në televizioni Nova në gjuhën shqipe. Interesi i politikës shqiptare këtu në Maqedoni edhe sonte do të jetë temë e diskutimit për të bashkëbiseduar në këtë temë. Kam të ftuar analistët politikë zotri Ismet Ramadani. Zotri Ismet, mirë se na erdhe. Nga Kosova, special sonte për studion e hapur na vjen analisti politik zotri Fadil Lepaja. Zotri Fadil, mirë se na erdhe. Gjithashtu edhe në krajin tim të djathtë kam analistin zotri Naser Ziberi. Zotri Naser, mirë se na erdhe. Zotri Ismet, po fillojmë për juve. Maqedonia tashmë 2 vite pothuajse është në një krizë të thellë politike. Të përqendrohemi shkurtimisht, do thotë abolicioni që tërhoqi presidenti Ivanov. Është kjo rrugdalje nga kriza apo? Po nuk e dim a do jetë rrugdalje nga kriza, por ekziston një mundësi pra që të manevrohet pak më mirë dhe më lehtë nga ato institucione të cilat janë kompetente pra për të ndjekur ata të cilët janë të inkriminuar dhe të cilët janë të korruptuar dhe të vazhdojnë akt akuzat me pritje që dhe gjyqet të cilat janë të kapura, ndoshta me ndonjë sektor të posaçëm ose të veçantë pranë gjyqësisë, pra që këto procedura gjyqësore të vazhdojnë, dhe ata të cilët e meritojnë dënimin pra në bazë të veprimeve që i kanë bërë në këtë drejtim në shkeljen e ligjeve, në kushtetutës e kështu me radhë, po edhe të korruptuar, të inkriminuar, të gjenden para drejtësisë. Ekziston tash një mundësi pak më reale dhe pse mendimi im është edhe më tutje se institucionet e Maqedonisë aq shumë janë të kapura sa lënë përshtypje se s'kan kapacitet, s'kan potencial pra që t'i ndjekin deri në fund të gjitha ata të cilët duhet të dalin para drejtësisë. Prandaj edhe të gjitha këto obstruksione që i bën në prokurori speciale kanë pra tendencën që deri në fund të mbrojnë pushtetarët të inkriminuar dhe çka është më e keqja pra ky institucion që njëherë për njëherë duket se është i pavarur, pra kam fjalën për prokurorinë speciale, aty pra po ndërhyjnë që në një mënyrë edhe ky institucion të jetë në kontroll, mirë po përkraja e faktorit ndërkombëtar është shumë eksplicite, shumë e fortë, dhe në qoftë se prokuroria speciale e shfrytëzon këtë përkraje dhe ka pra dëshirën pra që deri në fund të luftoj pra kriminalitetin këtu në Maqedoni, atëherë mund të shpresojmë se pas tërheqjes së abolimit për politikanë të pushtetit pra, mendoj se hapet rrugë me përkraje pak më të gjerë institucionale dhe nga faktori ndërkombëtar që drejtësia pra t'i arrijë të gjithë ata që e kanë shkelur pra ligjin ose kanë keq përdorë mjetet e qytetarëve respektivisht buxhetit shtetit. Zotri Ziberi, si e po të tërheqjen e abolimit, janë kriju kushte që 4 partitë politike të ulen prapë në tryezën e bisedimeve? Po mendoj se kushtet janë krijuar. 3 nga kërkesat e opozitës për t'ju kthy tryezës së bisedimeve janë plotësuar, pra u konvoku sërish parlamenti me një vendim të gjykatës kushtetuese. U shty data e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme, do të thotë u mor vendimi që të anulohet dispozita e ligjit për zgjedhje se zgjedhjet do të jenë të parakohshme më 5 qershor. Dhe kushti i tretë ishte revokimi i vendimit për falje të Ivanovit. Të treja këto kushte pra janë plotësuar dhe mendoj se mund të krijohet një ambient më i favorshëm për të rifillu apo vazhdu dialogun atje ku mbeti,
sepse në një farë mënyrë vendimi i Ivanovit e kthei procesin nga e para dhe bllokoi tërësisht. Kjo mund të jetë pra një rrugë dalje për të vazhduar negociatat. Zgjidhja ende nuk shihet, zgjidhja mund të jetë në perspektivë diku, por zgjidhja nuk mund të ketë nëse ka bllokat të procesit të dialogut. Kjo pra e hap mundësinë që të ulen aktorët politik përsëri në tryezën e bisedimeve për të vazhduar mandej çështjet të cilat janë të domosdoshme. Çështjet e domosdoshme si hapi i parë është konstituimi i një qeverie me spektër të gjerë politik në të cilin do të përfshihej edhe opozita, fillimi i funksionimit normal të Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe në rend të parë pastrimi i listës zgjedhore, krijimi një hapësire mediatike në kuadër të rregullative se cila do të krijon fer paraqitje prezantim mediatik para zgjedhor të gjitha subjekteve dhe atë për të cilën foli zotëri Ismeti, të krijohet terren për funksionimin normal të prokurorisë speciale, sepse vendimet e Ivanovit për falje e çarmatosën në fakt prokurorinë speciale, asaj ja morën kompetenca dhe ajo u shndrua vetëm në një organ dekor. Me vendimin për revokimin e tërësishëm, kthehet apo bëhet një restitucion i gjendjes së mëparshme. Zotri Lebaja, keni thënë me një debat për t'i pa punët në Shkup si janë, shkon në Gjakov. Si ishe Kosova rap me politikën shqiptare këtu në Maqedoni? Në fakt, ndoshta edhe pjesëmarrjen time në këtë debat e arsyeton pikërisht që nga njerë gjonat nga jashtë shihen më qartë, sidomos në makroplan, them ashtu. Unë në fakt mendoj që në vendet e Ballkanit po rrjedhin proceset njëjta, pak a shumë edhe pse duken të ndryshme. Dhe nëse përpiqemi me i kuptu ose me i kap idenë se çfarë po ndodh vetëm brenda vendit, atëherë kam përshtypjen që krejt kjo shndrohet në një luftë, në grindje të pafund të grupe politike apo të individëve, të intelektualëve dhe në fakt asnjëherë nuk kapet ide se çfarë në fakt po ndodh. Në fakt, në gjitha vendet e Ballkanit pas luftrave që u zhvilluan, u forcua shumë një klasë në rand parë ekonomikisht, prej lufte në rand parë, pastaj edhe politikisht duke i kapur në dorë të gjitha levat e shtetit, them ashtu. Në fakt, në Ballkan nuk funksionon, gati në asnjë vend nuk funksionojnë pushtetet e ndara. Të gjitha janë përfshi dhe gjyqësinë janë në kontroll të kësaj klase të oligarkëve që është pasuruar jashtëzakonisht shumë të përdor fuqinë politike kryesisht. Dhe kjo është fenomen që nuk është vetëm për Maqedoninë, është edhe për Shqipërinë, është edhe për Kosovën, është edhe për Serbinë. Edhe është një projekt, është një ide, them ashtu evropiane, që kjo të trajtohet në makroplan, në plan regional. Dhe ekziston një proces i dekriminalizimit, them ashtu, të klasës politike në vendet e Ballkanit, edhe në këtë kontekst janë ndërtuar edhe institucione të cilat nuk kanë ekzistuar më parë, sikur te ju për shembull është rasti me prokurorët special, në Kosovë me gjykatën speciale, në Shqipëri po ashtu po tentohet formohet një organizëm i ngjashëm me FBI-n që kishte me hetu edhe kishte me pavarësisht them ashtu për shtetit aktual atje. Po ashtu në Serbi ekziston një lloj gjykate speciale e cila që është e vërtetë është formuar prej vetë shtetit, po megjithatë i ka disa ingerenca të ndara. Kështu që unë mendoj që shpesh herë qytetarët e kanë të vështirë me kuptu çka po ndodh në fakt, derisa nuk e kapin këtë ide që në fakt edhe pse opozita qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni, qoftë në Shqipëri, ka një program kritik mjaft serioz, prapë se prapë nuk ka fuqi me bë ndryshime, pikërisht për arsye sepse loja nuk luhet në nivel nacional, loja është duke u luajtur në nivel regional, në nivel të një baraspeshe të re gjeopolitike në region. Edhe
Si keni pa zhvillimet tek partitë politike shqiptare këtu në Maqedoni? Ishin prezente në marrëveshjen e Përzhin ose të dështuan ato Këto janë tentativa? manifestim i kësaj. Në fakt, kjo që thash më herët është se ka dojmë të shkojmë. Proceset integruese euroatlantike, qoftë në NATO, qoftë në Bashkimin Evropian, janë në një farë forme program edhe i partive në pozitë dhe në opozitë. Kur askush nuk ka dalë, as nuk del publikisht kundër kësaj, po në fakt ajo që po duket qartë është që Bashkimi Evropian, po edhe SBA-ja janë të obliguara dhe të detyruar të bashkëpunojnë me pozitën aktuale, gjithkund kudo që është, edhe pozita aktuale kjo kategoria njerëzve që thash ka krijuar një fuqi të jashtëzakonshme, jo vetëm politike, po edhe ekonomike, është shumë e dëgjueshme në planin ndërkombëtar. Ndërkohë që në një farë forme kërkon një lloj amnistie për gjonat që bëhen brenda vendit. Për fuqinë e përdorur në mënyrë jo kritike, shpeshherë jo të lehtëshme për me, hajtë them ashtu, për me qerue sapët me kundërshtarët politikë. E keni pa edhe në Kosovë çfarë ka ndodhur, për shembull kur realisht pjesa më e madhe shtetare pajtohen që me kritikat që opozita e ka bë qeverisë. Kuptimin e korrupsionit, kuptimin e flertit me krimin e organizuar. Po nëna tjetër është tregu pasje pa fuqishme për të ndryshuar diçka. Sepse edhe qytetarët, për shembull, nuk kanë dalë në ndonjë përkrahje tepër masive, të them ashtu, që me hjek çdo dilemë se me kë janë qytetarët. Kështu që pozita ka kooperuar në mënyrë, të them ashtu, me një dëgjueshmëri të plotë me faktorën ndërkombëtar dhe një farë forme ka qenë rruga e lehtë për me zgjidhë problemet. Shumë e lehtë se sa të them ashtu, një ofrim i faktorit euroatlantik me opozitën, për shembull. Zot Ramadani, 15 vite pas konfliktit të armatosur këtu në Maqedoni, disi shqiptarët asesi ta gjejnë vetveten në këtë shtet. Të jenë një etnitet, do të thotë, shtet formues me gjitha ato ligjet dhe zakonet të cilat parashihen. Pse po na mungon ky guxim? Nuk e di, është në pyetje e guximi apo ka në gabim në të konceptuarit edhe të politikës edhe të një opcioni i cili do ishte shumë ma produktiv në politikën shqiptare në Maqedoni. Ne duhet pranuar se në qoftë se unë kam pas shkruar edhe më herët, bëjmë një krahasim të politikës shqiptare kështu në Shqipëri, në Kosovë dhe këtu, atëherë mund të vim në një përfundim se në Shqipëri edhe krahas të gjitha atyre kundërshtimeve, antagonizmave midis pozitës, opozitës, marrin parasysh këtu edhe 97-ën e kështu me radhë, por në fund mund të konstatohet megjithatë se ajo politike e Shqipërisë pati një sukses, pak a shumë pothuajse kulimar, në faktin se Shqipëria tani sot është anëtare e NATO-s. Dhe ajo politikë shqiptare mund të karakterizohet ose mund të vlerësohet se ka pas suksesin e vetë. Në qoftë se marrim politikën e shqiptarëve në Kosovë, po ashtu në krejt ato peripecite, luftat, çka ka përjetu populli shqiptar në Kosovë, në fund, politika e shqiptarëve në Kosovë kurorzu me Kosovë të lirë dhe me Kosovë të pavarur. Procesin asocim stabilizimit. Dhe me një rrugë pra të mirë drejt edhe integrimeve, por kuptohet duhet pas parasysh se në cili pozicion e ka Kosova tani për tani. Por politika shqiptare ka sukses sepse duhet të kemi parasysh targeti ka qenë ndryshe. Kosova, politika kosovare ose shqiptare në Kosovë ka qenë pra për shtet. Dhe në qoftë se ty targetin e ke të bëj shtet, edhe arrin që të bëj shtet,
që nuk mund të mos konstatosh në fund se nuk është e suksesshme e politika. Nëse marrim politikën shqiptare në Maqedoni, ose politikën e subjekteve shqiptare në Maqedoni, targeti, qëllimi i politikës shqiptare këtu në Maqedoni ka qenë barazia. Do të thënë, shqiptarët tjetë element konstitutiv pra në kushtetut, edhe të ndajnë gjithçka që ky shtet ka si atribut shtetëror me Maqedonasit dhe në fakt jenë të barabartë. Dhe në qoftë se sot, pas gjithë asaj që e kaluam, pra dhe si politikë parlamentare, edhe si konflikt ose luftë 2001-shit, edhe si politikë pas 2001-shit me marrëveshje kornisë të Ohrit, neve vim prapë në konstatim dhe pothuaj se i debatojmë gjërat të cilat i kemi debatu para 2001-shit. Në thënë edhe më tutje mbetet problemi i zyrtarizimit të gjuhës, edhe më tutje mbetet problemi i përfaqësimit shqiptarëve në institucione, edhe më tutje mbetet problem pra trajtimi i shqiptarëve në përgjyqje me proceset montuara politike, proceset ndryshme, maltretimi, diskriminimi i shqiptarëve në format të ndryshme, dhe kur konstaton se ka qenë apo nuk ka qenë e suksesshme politika shqiptare, mund të vim në një përfundim se megjithatë nuk mund të konstatojmë se ka qenë. E tash ku është faji? Ne me që bashkë me Zotin Naserin jemi nga përbërja e parë parlamentare ose nga Partia për Prosperitet Demokratik që nga vitet 90-ta, që them të drejtën atëherë, sigurisht që ndaj mendimin të dy kemi hyrë me ambicje dhe me një entuziazëm shumë të madh, se po kalojmë në një sistem demokratik dhe gjithë çka që është e mirë në atëherë thoshim në Europën perëndimore do vi shpejt edhe te ne, edhe do të jetojmë në liri, në demokraci, do të ndërtojmë institucione demokratike. Mirë po, ja në fund, sot, mund të konstatojmë se ne jetojmë ose veprojmë në një ambient pra të një krize politike. Politika shqiptare në Maqedoni disa herë ka pas përpjekje të bashkërenditit. Në fillim e kemi koordinuar edhe me Prishtinë edhe me Tiranë, pastaj jemi munduar të koordinojmë këtu, por ndarjet kanë vazhduar. Ku është faji? Derisa kishim ideal pra që të përmirësojmë, të avansojmë statusin e shqiptarëve, punët disi shkonin pak më mirë. Kur fillun grupacione, interesa individuale, grupore, kur hynin në institucione korrupsioni, inkriminimi dhe, si tha Trifadili, flertimi me ata të cilët janë në krim të organizuar, krejt ajo mandej pak mundësi ju la shqiptarëve pra që të avansojnë çështjen e vet, për shkak se institucionet u bën problem dhe pengesë kryesore pra që të avansohet çështja shqiptare. Menduam se pas 2001-shit me marrëveshje kornisë të Ohrit ku në mënyrë më të qartë pra u përcaktuan qëllimet se deri ku shqiptarët mund të arrijnë pra avancimin e vet, aty mendoj se partia e cila më shumë vite ishte në pushtet në këtë rast BDI-ja, nuk diti ta shfrytëzoj pra potencialin edhe të kuadrove, po edhe të atyre që... Besimin të elektoratit. Edhe pse ndonjëherë edhe në mënyrë plebiscitare, po thuaj se duke u nisur nga emocionet, ndoshta, ja partisë që doli nga lufta t'i japim legitimitet, t'i japim kredibilitet sa më shumë,
Mirë po fatkeqësisht në politikën kadrovike dhe në qasjen ndaj politikës nuk mund të jemi të kënaqur sepse ajo që më së shumti mua më pengon personalisht është inferioriteti dhe pranimi i pozicionit nënshtrues, poshtrues i politikës shqiptare të udhëhequr nga BDI-ja është çështje të cilën nuk mund ta pranoj. Zotri Zberik, mund të konstatoni se kemi marrë rolin e viktimës gjatë këtyre viteve dhe disia se si ta gjejmë vetveten në këtë shtet? Shqyqur nga këndvështrimi shqiptar, sigurisht që ekziston perceptimi se shqiptarët janë viktimë, jo vetëm e kësaj faze tranzicionit 25 vjeçar, por që nga themelimi i shtetit Maqedonisë, që nga 45 në. Shqiptarët në 45-ën apo vitet e 40-ta, me entuziazëm u kyçën në luftën antifashiste, nën flamurin e çlirimit kombëtar dhe shpejt pastaj u dëshpëruan, sepse Maqedonia u kriju si shtet në kuadër të federatës atëhershme, edhe atë barazi, atë vllazëri, atë liri që e deklaronin në procesin e çlirimit të vendit, slavët e jugut shpejt e harruan dhe hapën një front kundër shqiptarëve në rend parë në Kosovë, por edhe në Maqedoni dhe në Republika tjera. Dhe shqiptarët padyshim që u viktimizuan. Në fazën e tranzicionit, po ashtu shqiptarët pak foli Zoti Ismeti me shumë entuziazëm i mbështetën rrymat e reformimit të sistemit atëhershëm. E përqafuan me duar hapur pluralizmin politik dhe u bën mbështetës të forcave të cilat kërkonin ridefinimin e federatës atëhershme. Dhe fatkeqësisht shqiptarët e Maqedonisë përsëri mbetën të zhgënjyer. Pas një dekade ndodhi konflikti i cili tentoi që të bëjë një rehabilitim të situatës dhe për hir të vërtetës në korniza formale juridike ky qëllim edhe u arrit. Jo në aspiratat reale të cilat ishin pritshme për shqiptarët, por çdo marrëveshje paraqet kompromis dhe si i tillë kompromisi do të thotë për disa çështje mbrihen aspiratat në disa segmente dështore. Dhe kemi 10 vjeçarin tjetër dhe më tepër se 10 vjet tjera, në të cilat ka një dëshpërim tani nga implementimi i asaj që u arrit me luftën apo me marrëveshjen. Dhe përsëri shqiptarët e shohin vetin të dëshpëruar dhe në një farë mënyrë të viktimizuar. Të viktimizuar për arsye se janë element kyç për stabilitetin e këtij shteti, kanë kontribuar në krijimin dhe konstituimin e këtij shteti dhe stabilizimin e këtij shteti, ndërsa si refleksi i atij kontributi të dhënë për këtë shtet nuk i marrin benefitet për të cilat spaku ne si shqiptar mendojmë se na takojnë. Se ku qëndron problemi? Do të dalë edhe aty. Pra, ekziston një ndjenjë që për ne është objektive, për tjerët mund duket subjektive, se shqiptarët vërtet në Maqedoni janë të viktimizuar, respektivisht nuk e kanë marrë hisën që ju takon. Pse? Sipas meje, shkaqet janë të shumta, dhe sigurisht që janë të shumta, dhe mozaiku është shumë ngjyrësh, por unë do të veçoja 2 për të argumentuar tezën time. Njeri është ai për të cilin zoti Lepaja foli pak më herët, e ai konsiston në faktin e krijimit të strukturave
autoritare, qeverisë, pra këtu nuk përjashtohet as situata në Shqipëri, as në Kosovë, por tash po flas për Maqedoni, sepse në shtetet me demokraci të brisht dhe ekonomi të shkatruar, elitat politike shumë shpejt forcohen dhe ndërtojnë pushtet autoritar. Pushteti autoritar, duke i keqpërdor shpeshherë resurset publike, e nënshtron masën e gjerë popullore dhe e çfuqizon opozitën për të bërë partner i denjë dhe alternative denjë e pushtetit. Në Maqedoni kjo ka ndodh sidomos në 10 vitet e fundit në 2 subjektet bartëse të pushtetit, VMRO-DPMN dhe BDI. Në situatat të këtilla është shumë lehtë që të vetë kontrolla mbi sektorët publik, duke fillu nga politika, nga gjithësori, nga mediat, nga sektoria qeveritar, dhe me përdorimin e mjeteve financiare, i vënë në pozitë nështruese inferiore qytetarët të cilët janë nevojtarë sepse kanë pozitë të rënda ekonomike dhe janë të detyruar të nënshtrohen këtij procesi të ndihmës të çfarëdo lloji që pushteti është në dispozicion që ta kryejë. Një dhe dytë, mendoj se është po ashtu faktor shumë i rëndësishëm që ka ndikuar në një farë mënyrë në dështimin e politikës shqiptare në Maqedoni, është kriza e përfaqësimit. Shqiptarët, sidomos pas vitit 2001 e këndej, kanë krizë të rëndë të përfaqësimit. Nuk është as çfarësie nëse them se në bindjen dërmuese të shqiptarëve të Maqedonisë ekziston perceptimi se klasa politike e viteve të 90-ta ka qenë shumë më e ngritur, shumë më kompetente dhe shumë më denjitoze në prezentimin e vullnetit të elektoratit të cilin e ka përfaqësuar. Prej 2001 e këndej, prezentimi i shqiptarëve në institucionet publike ka degraduar në mënyrë permanente, nga vit në vit, nga cikli zgjedhor në ciklin zgjedhor, duke e shndruar përfaqësimin shqiptar në një karikaturë e cila vërtet është dëshpëruese. Nuk është mshefsi nëse them se sot listat e deputetëve, listat e kryetarëve të komunave, listat e këshilltarëve, po madje edhe të ministrave bëhen ose nga një njeri i cili e dorëzon listën në institucionin përkatës, nëse janë zgjedhje në Komisionin Qendror Zgjedhor, nëse është konstituimi i qeverisë te mandatarit, ose thyhen brylat me të gjitha mjetët, qoftë përmes fuqisë së kanosjes ose mitdhënies ose formave tjera, duke shantazhuar liderin ose kryesinë e partisë për të arritur një pozicion. Pa vonë në asnjë moment referencat e aty personi për të plotësuar kushtet për përfaqësimin e elektoratit në institucionin për të cilin zgjidhet. Dhe sot, po të pyetni qytetarët shqiptar, mi numëroni 10 emrat deputetëve shqiptar që janë në parlament, nuk do dinë që t'ua thonë. Po të pyetni, mi thoni emrat e ministrave në qeveri, 50% të ministrave nuk i njohin ose nuk i dinë me emra. Kjo flet për atë se ata persona janë aq në defanziv, aq janë nën kapacitetet e oponentit të tyre politik, sa që nuk vinë në shprehje që me kompetencën e tyre, me mbështetjen e elektoratit të cilin e kanë, ta vënë në spikam interesin shqiptar dhe ai të bëhet relevant në raport me politikën maqedonase. Sigurisht tash edhe njerë ka edhe shumë faktor tjerë, por mendoj se këto dy janë faktor ndoshta më të rëndësishëm për gjendjen në të cilën e kemi. Zotëri Lepaja, si ishin i shqiptarët pas kësaj analize që bëri Ziberi, më duket ka bë një... Po, ndoshta Mislemi këtu nuk do të ndjen
që unë po e trajtoj shumë më ndryshë ndoshta këtë çështje, por unë mendoj që shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, janë viktima në Maqedoni. Unë mendoj që në Maqedoni janë viktima gjithë shtetarët e Maqedonisë, edhe Maqedonasit, edhe shqiptarët, janë viktima dhe janë peng të një fuqie politike antireformiste dhe anti-evropiane, e cila po i mban peng proceset në këtë vend. Edhe është tepër pretendzioze me kërku për një fuqie anti-evropiane, qytetruese, do të thosha, në një formë, dhe të korruptuar skajshmërisht, që të zgjedhë edhe problemet nacionale në këtë vend. Madje, unë mendoj që pikërisht kjo fuqi që ka rrojt jo vetëm në Maqedoni, po edhe përgjithsisht si në region, si forca anti-evropiane dhe anti-reformuese, pikërisht synojnë që këtë problemin të hedhin në teren nacional dhe jo qytetar, duke ditur se në Ballkan vetëm përmendi kombet dhe aty grindja është e siguruar edhe fund fundit problemi nuk zgjedhet kurrë. Koha ka dëshmuar që në Ballkan problemet nuk zgjedhen në këtë formë, prandaj Ballkani edhe ka marrë emrin e fuqisë barotit që rrezikon vazhdimisht. Tash kur jemi tek klasa politike shqiptare në Maqedoni, ajo detyrimisht do të zgjedh. Po do të shkojmë në një program ofanziv nacional, kemi atë krajin i cili mendon që me urgjencë duhet me shtru çështjen e bashkimit kombëtar dhe madje edhe me nuk e përjashton edhe luftën e armatosur si instrument për me mri këtë qëllim, po kemi edhe forca tjera që e shtrojnë rrafshin që kolegu e përmendi më herët të një barazie brenda shoqërisë maqedonase, po unë mendoj që deri tani përgjithsisht në kuptimin e problemeve kryesore, klasa politike në Maqedoni nuk ka shkuar, nuk ka qenë në drejtim të gabuar s'paku sa kur e kemi fjalën të procesit integrues euroatlantike. Sa kam arritur në me përcjell përgjithsisht ai ka qenë kjo klasë e cila ka insistuar vazhdimisht që edhe pozitën maqedonase të ashtu ka procesit integruese, qoftë në NATO, qoftë në Bashkimin Evropian apo në kuadër këtij procesi integrues. Kështu që mendoj që kjo klasë ka shtruar si prioritet përkundër gjitha vërejtjeve që mund të bëhen në planin e brendshëm, për të cilin ndoshta nuk jam shumë kompetent edhe me u përqendru, por mendoj që në këtë plan e ka bën një politikë konstruktive që qeverinë shtetin Maqedonas përgjithsisht ta orientoj ka proceset integruese euroatlantike. Dhe unë mendoj që kjo është prioritet për gjithë qytetarët e Maqedonisë, reformat edhe proceset integruese, pastaj në një shoqëri me standarde evropiane të gjitha problemet e marrin një drejtim tjetër edhe çështjet nacionale zgjidhen me një arshën tjetër në një vend. Unë nuk mendoj që në këto kushte munden me u zgjedh problemet nacionale në Maqedoni. Unë mendoj që gjitha këto inskenime që kanë ndodhur ndaj shqiptarëve në Maqedoni kanë pas pikërisht këtë qëllim që shqiptarët të detyrojnë të reagojnë si shqiptarë dhe jo si qytetarë, jo si evropian, jo si njerëz që janë të orientuar ka demokracia dhe ka qytetrimi perëndimor. Ne prap pa dashur bëhemi pjesë e një loje ndërkombëtare. Kështu që unë mendoj që loja ndërkombëtare në rand të parë është vitale për interesat tona dhe ajo çdo klasë politike, çdo parti politike e cila orienton qytetarin shqiptar në Maqedoni ka proceset integruese, ka reformat, ka dekriminalizimi, është pozitive dhe në fundit e jep shpresë me mbyll suksesshëm një proces që e përmendi se si vlerësohet një suksesi i një procesi. Kështu që unë këtë kontekst unë nuk mund
ti kritikoj ashpër partit politike në shqiptare në Maqedoni, as më tepër duke pas parasysh se edhe fuqia për numerike, them ashtu, është relativisht e vogël për me ndikue në proces. Mendoni se shqiptarët me 30% nuk kanë fuqi dominuese për të vë disa kritere, ndërsa serbët në Kosovë me 5%? Unë mendoj që shqiptarët në Maqedoni janë për një alternative. Ose të ankohen pafundësisht, ose të marrin rolin e viktimes, ose të bëhen pjesë e proceseve. Të nisen... Kjo është edhe pyetja që du të parashtrojmë, të marrim rolin e viktimës, apo... Të përfundoj nëse mundëm, që shqiptarët duhet kyçen në proceset që përrjedhen në Maqedoni dhe ta ndërtojnë shtetin e Maqedonisë bashkë me maqedonasit. Edhe kur doherë në një proces të numërimit real të qytetarëve të vendit do të shihet që shqiptarët nuk mund të trajtohen si pakicë këtë vend. As për nga numri, po as për ka kontributi në ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe një shteti demokratik të orientuar ka Bashkimi Evropian dhe të orientuar ka strukturat veriatlantike. Dhe në këtë kontekst unë mendoj që kemi harxuar shumë energji dhe shumë kohë në grindje të kota qoftë me zveti, dhe në fakt cilat do parti që ka orën për shtete e kanë rru vendin me tjetër, në fakt prap gati paka shumë të njëjtat pozicione i ka marrë, dhe në këtë kontekst spokun për këtë pjesën ndërkombëtare unë mendoj që nuk kanë qëndruar keq dhe kanë qenë shumë më të avancuar se partitë politike maqedonase. Zoti Zbej, kishit për ndërhyrje? Jo, për sqarim, po, se unë e kuptoj bashkëbiseduesin prej distance mund të duket pak më e butë situata në Maqedoni, por fatkeqësisht... Nuk e thash që është e butë. Unë e thash që është vetëm zgjedhja e shonë në kodër të që shqiptarët bashkë me maqedonasit të kyçen në procesin e rindërtimit dhe reformimit të kësaj shoqërie dhe të shtetit. Jo, tjetër çështje desha të sqarohem. Do t'ishë defetizëm sikur të pajtohemi me faktin se kjo parti politike në pushtet maqedonase nuk mund të jetë partner me të cilin ne duhet të ndërtojmë perspektivën tonë këtu. Sepse kush do të jetë përfaqësues i vullnetit politik, i verdiktit të maqedonasve, ata vendosin. Dhe ne jemi detyruar që atë fakt ta respektojmë, siç kemi absolutisht të drejtë ne që maqedonasit, klasa e tyre politike ta respekton verdiktin e popullit shqiptar dhe mos ta zgjedh ajo partnerin me të cilin do të ndërtojë institucionet e përfaqësimit në Maqedoni. Po ama, vetë përfaqësimi nuk e sjell me automatizëm kualitetin e ndërtimit të institucioneve dhe pozitën dhe faktorizimin e shqiptarëve në Maqedoni. Dhe këtu unë du të dalë të ajo që Zoti Lepaja thotë, të dalim nga shtrati i fatalitetit, i viktimës, i pafuqisë dhe shëndrimi i subjektit në proces, shëndrimi aktiv në proces. Ne kjo në mungon. Sot në Maqedoni keni situatë kur harxhohet një mandat i plot 4 vjeçar dhe një deputet një herë, flasë deputet shqiptar, një herë nuk del në politik. Do shtë edhe 2 mandate. Edhe 2 mandate. Ne kemi situatë këtu kur ministri shqiptar propozon ligj të digasterit vetë dhe anashkalon tërësisht përdorimin e gjuhës shqipe edhe pse kushtetuta ja mundson. Kjo është dështimi i jon atë që thash kriza e përfaqësimit të shqiptarëve në Maqedoni. Dhe ajo në ndodh aktualisht neve. Pra shqiptarët mund të detyrojnë vëmëron që ajo tjetë më kooperuese edhe në çështjet tona. Dhe mos të harrojmë faktin që partitë politike shqiptare të dyja aktualisht, njëra në pushtet dhe në opozitë, janë shndruar në patericën e mbaqjes në pushtet të Gruevskit dhe vëmërot të Pamanecit. Në këtë fakt nuk mund të harrojmë.
kot kishte një rol ma aktiv të subjekteve politike shqiptare, mund të mbetej VMRO edhe më tutje në pushtet, duke pas fuqinë e numrave në parlament. Por do t'ishte shumë ma korrigjuese në ushtrimin e atij pushteti dhe jo vetëm në raport me shqiptarët, por edhe ndaj vlerave universale demokratike, siç është liria e shtypit, pavarësia gjyqësorit, ndarja e pushteteve etj. Dhe mos të shndrohej në një kapës të tërë sistemit në Republikën e Maqedonisë, me çka e ngulfat tërësisht edhe aspiratën shqiptare, por i bën dëm edhe gjithë shtetit, sepse e ka zhvendos nga binarët Euroatlantik sot Maqedoninë. Fjala e parë që na e referojnë faktorin ndërkombëtar në Maqedoni është Maqedonia duhet të kthehet në binarët Euroatlantik. Çfarë do të thotë kjo? Se Maqedonia është zhvendos nga këto binarë. Zotëri Ramadani, realisht qëndrojmë ne shqiptarët Maqedoni, qëndrojmë me kuadrot, si që thotë zotëri Ziberi, të dopta, që nuk kem guxim të çelin gojën para partnerit qeverisës, dhe më duket disi, çdo herë ta kërkoj ata një pikpyetje të madhe, ku është ai guximi që kishte Partia për Prosperitet Demokratik, kur në vitin 1991, me sa më kuptohet se kemi qenë ndoshta shumë të rinj, mirë po kanë lëshuar seancën kur është sjell kushtetuta. Ku është ai guxim i partive shqiptare, kur nuk i mjafton edhe 153.000 vota për të bërë atë veprim? Po aty që ndron problemi këtë që përmendi Naseri. Dhe zoti Lepaja që të shqiptarët nuk ka munguar vullneti prap që Maqedonia të integrohet në BE, në NATO, bile në këtë drejtim edhe si qytetar, edhe në anketat e bëra këtu, shqiptarët gjithmonë kanë qenë në numër, po. Sa i përket guximit. Është e vërtet se të tjerët e thonë, parlamentarizmi i viteve 90-ta dhe parlamentarizmi ose veprimi parlamentar ka ndryshuar shumë, dhe me thënë, ka ra në atë që do të thotë inferioritet dhe në një patetizëm. Neve nuk i kemi pas mekanizmat e vendosjes në parlament, për shembull, nuk e kemi pas badinterin si mënyrë vendosjes. Nuk kemi pas pra konsenzusin, nuk e kemi pas marrëveshjen kornis të orit. Kemi tentuar pra që të japim propozim për status, deklarata ishte për status barabartë shqiptarëve në Maqedoni, që në fakt mos ka qenë edhe pak ma avansuese ndoshta se edhe vetë marrëveshja kornizë e orit. Neve në situata të dhëna dhe kemi vepru për shkak se duhet të kemi parasysh edhe distancën kohore dhe konstelacionin politik atëherë kështu me radhë. Neve kemi pas atëherë guxim të jemi në situatë të dhënë, 92-shën bëjmë edhe referendum për autonomi politike territoriale. Pse shtrohet pyetje si vullnetin e shqiptarëve duhet të kapitalizojmë. Dhe në qoftë se në situatë të dhënë, pra, mund të del në një opcion Maqedonas për ndarje të Maqedonisë dhe bashkangjitje, pra, atëherë ose me Serbinë ose me Bullgarinë, ne ta kemi kapitalin ton politik ose shprehjen e vullnetit të shqiptarëve në Maqedoni. Mu sa më kujtohet bile autonominë territoriale politike ose vullnetin e shqiptarëve atëherë kemi futur edhe në parlament dhe e kemi diskutuar. Neve na kanë ndodhur në ato komisione janë me revolt ose me kundërshtim të madh disa nacionalistë maqedonas se kanë shumë mbledhjet duke na thënë se nuk duam të qëndrojmë në një tavolinë me armiq me shqiptarë. Mirë, po ne atë tonën e kemi bërë, dhe me thënë edhe debatin e kemi zhvillu. Neve na kanë ndodhur situatat tragjike në atë periudhë. Mirë, po, tek e fundit unë shpesh herë e kam thënë këtë. Neve atëherë kemi pas edhe një renditje ose bashkërenditje të prioriteteve. Atëherë ishim shumë të interesuar pra që shteti shqiptar të konsolidohet si shtet demokratik. Ishim shumë të interesuar edhe si prioritete kishim që Kosova të çlirohet nga okupimi.
Dhe në krejt këte, pra në kërkesat tona, ne politikisht i artikulonim, por çështjet i lenim të hapura se do vi gjenerata e cila në kushtet të dhëna, pra do t'i përmbyll. Dhe ne edhe 2001 ne kemi paralajmëruar në parlament, se do vi një kohë në qoftë se vazhdoni ta ignoroni aspiratën tonë për barazi, do vi një kohë pra që mund të ketë edhe konflikt në Maqedoni. Konflikti edhe erdhi. Mirë po, fatkeqësisht, bas 2001 të këndej, klasa politike, edhe në aspektin e kuadrove, edhe në aspektin e përfaqësimit që përmendin Aseri, pra, nuk arriti pra atë që e kishte marrëveshje Kornis të Orit me parafim, me nënshkrim të dy fuqive, si që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe BE-s, ta shtyjnë përpara me një dinamik pra për të kapë pozicione gjithnjë e më të mira. Zoti Ramadani, në këto rrethana, mendoni se në atë tezën që tha zotri Zeveri, kemi leju fushën, do thotë që të luajnë ato si dojnë, apo ne kemi leju fushën, kemi dalë në bankinën e rezerva, apo? Kemi, në një mënyrë, shikoj, ne kur flasim në prepozicionit të analistëve, disa strukturat BDI-s gjithnjë mendojnë se ne ju themi të dalin nga qeveria. Jo për mos dalin në qeveri, po mrenda në qeveri ata ta kryjnë punën e vetë. Nëse ka nevojë në kabinetin qeveritar, ata dhe mund zihen mes veti. Let vite ke fundit deri te zënka dramatike mes tyre, por atë zënka dramatika mrenda që i kanë mos t'i përcjellin të qytetarët, mos ndodhin mes qytetarëve, po duhet t'i kryjnë, sepse në qoftë se, ja për shembull, vetëm një sekvencë, më falni që unë pak. Ishte Gruevski ndonjëherë mbante mbledhje qeverisë të hapura për mediumet. Edhe një nga ministrat shqiptare pyeti ministrin për transport dhe lidhje, thotë, a do mundemi ne ta bëjmë këtë rrugën deri në kufi 14-13 kilometra, sa është, në kohë kur edhe autostrada e Kosovës nga Prishtina do të vi deri në kufin Vllacë, që të njëjtën kohë. Ai me një ignorancë, ky që i ka 2-13 aktakuzat është, Milejana Kievski. Ai me një ignorancë kështu, publikisht aty të dy ministrave shqiptar ju thotë, çfarë më thotë, 2018 se di Fizilibiti do bëjnë feasibility, do bëjmë projektin për një rrugë, si që e keni pa dhe vetë kur keni ardhë rrugës sa herë, dhe me thanë, edhe atë kalohet në një pjesë ku kompanit paka shumë me shumit shqiptare, pra i kanë edhe bizneset e tyre, pa drita, pa rregullu rruga. Çka është ajo? Ajo është ignorim. Një televizioni, ju e di, një televizioni si tela atje Llatas që i shan, i nënçman, i urren shqiptarët, i jep qeveria, ku janë edhe ministrat shqiptar, 5 milion euro, ndërsa nuk i ndan 2-3 milion për një infrastrukturë normale, themi për qytetarët e shqiptarë. Zotri Ramadan, deshta të ndërhyj rreth autostradës. Derisa ishte ministri i ekonomisë zotri Valen Saracini, Bekim Neziri, të dy do thotë në një prononcim kanë thënë që autostrada do të ndërtohet në bazë të partneritetit publiko-privat. Mirë, po ajo tendencë e tyre do thotë po ekziston qysh prej 10 viteve këndej, mos ta teprojnë ndoshta. Do thotë kjo është hapësira që ju ka leju. Se sikur ne të kishim kërkesa, që kjo definohet që me buxhetin e problemi këtu që kur ngriten çështje nacionale bëhet problem, që janë reale, barazi, gjuhë, kulturë. Kur ngritet çështje infrastrukturore, prap problem bëhet. Domethënë, vendbanimet shqiptare të i ke katastrofë sot. Po nuk është problem, unë një ambasadori njëra, Amerikani i thash, shumë lehtë keni me pa situatën ditën e parë që vini, me që ju dilni në jogging rreth Vardarit, vetëm i lishoni syt pra andej Vardarit, në të majtë edhe në djathtë, edhe me një të pa me
me sy e shifni se ku qëndrojnë shqiptarët dhe ku janë maqedonasit. Ne në pjesën ku jetojnë shqiptarët, sot sa kemi? Kemi 5 kështu geto. Më thënë, kemi Gazibabën, kemi Serovën, kemi Dijonin, kemi Orizarin e kemi Vizbezme. 5 geto. Dhe këto nuk janë çështje nacionale, këto janë çështje infrastrukturore ekzistenciale. Dhe ty për këso çështje, ku ndahet buxheti, gati 3 miliard arriti ma buxheti i Maqedonisë. Kredit që i merë Gruevski dhe qeveria e tij, a i merë edhe për kokë shqiptari. Prandaj është fut në kredi prej jashtë. Pse se 600.000 shqiptar, kur i jek nga kreta e shumë e kredis që meret, me të vërtet krediti vinë ati shumë mirë, sepse a i orienton pjesën Maqedonase. Dhe këto janë diskriminime të cilat janë të palejushme. Njërë është poshtërsi e palës Maqedone ose klasës politike në pushtet që e lejon këtë mënyrë të menaxhimit, të mjeteve edhe financiare, edhe të infrastrukturës, të i keti këtu fshatrat, ke Araçinën, ke Hasanbegun, ke fshatrat, po më kujtohet shumë mirë një incident që Naseri si ministër, nëse të kujtohet, e ke pas në qeveri. Edhe që ka qenë problemi? Ju e dini se ujin e Rashqës, ujin e pishëm të Rashqës, e gjithë Shkupit, dhe fshati Rashqë aty, Shkupi 50 vjetë ujësillësin e ka pas. Dhe me thënë e ka marë ujin e Rashqës, kurse 7 litra në sekundë. Për vetë banorët nuk kanë pas vullnet dhe dëshirë. Këto janë çështje të cilat prekin në dignitet e ke fundit. Ramadan, jemi në 5 minutat e fundit, kisha dashur vetëm edhe nga një pyetje shumë shkurt nëse ka mundësi, ka duhet drejtojmë dhe çka duhet kërkojmë në shqiptarët? Unë mendoj që përkundër shumë problemeve që i kanë qytetarët edhe shqiptarët dhe Maqedonas në këtë vend këtu, unë mendoj që shqiptarët me gjithatë në rajon asnjëherë nuk kanë qenë më faktorë se që janë tani. Asnjëherë nuk kanë pas fuqi më të madhe në orientimin e tyre për shkak se për herë të parë, do të thosha në histori, janë ka për një ide edhe për një qëllimi i cili në fund e ka rezultatin një sukses edhe një afirmim i jashtëzakonshëm i vetë civilizimit shqiptar përgjithësi. Dhe kjo është orientimi jonë evropian. Problemet që i kemi ne në për këtë rast në Maqedoni apo në pjesë tjera në Serbi për shembull, kanë të bëjnë pikërisht me këtë çështje. Tjerat probleme ne mund të zgjedhim bashkarisht brenda shoqërisë si qytetar. Kështu që unë nuk mendoj që duhet qytetarëve me u folë vetëm me ngjyra të errta, sepse perspektiva nuk është e errtë. Realiteti është goxha problematik, goxha i vështirë për neve në këto momente, për perspektiva jonë nëse nuk lejojmë të na mjegullohet me incidentet të cilat na i krijojnë me qëllim që të mjegullohet perspektiva jonë, unë mendoj që ajo është një shumë e ndritshme për qytetarët jo vetëm të Maqedonisë, por përgjithsisht për shqiptarët në region. Zotëri Zeberi, shkurtimisht ku duhet drejtohen shqiptarët dhe çka duhet kërkojmë tash shumë shpejt? Në përgjithësi, e ardhmja e kombit shqiptar ka perspektivë. Nuk ka dyshim që shqiptarët faktorizohen. Dhe së bashku me serbët paraqesin 2 shtyllat kryesore që mund të garantojnë stabilitetin ose që mund të shkaktojnë krizën. Por nuk mund të egzaltohemi me këtë fakt, përkundrazi duhet të shndrohemi në faktor aktiv që kjo perspektivë mos të mbetet në horizont për të na shndrohet në realitet.
Një, e dyta, se u përket shqiptarëve në Maqedoni, unë mendoj se urgjentisht duhet të rishiqohet politika shqiptare pa vënë në rend të parë interesat e ngushta partijake. Unë mendoj se duhet detyrimisht shqiptarët e Maqedonisë të ulen mbi interesat partijake, ta definojnë interesin imediat të momentit për të dalë nga situata në të cilën gjenden. Për ndryshe, unë frigom shumë, ndoshta mund të jetë edhe me motive për këto që foli zoti Lepaja për interesa tjera, por mund të delë situata jashtë kontrollit në Maqedoni. Maqedonia, shqiptarët e Maqedonisë sot ndjehen viktimat që e thatë që në fillim të misionit. Dhe në një situatë shumë turbulente dhe të paqartë, të mjegullt në Maqedoni, ata letë mund të futen në një situatë që mund të paraqesen problem, jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për regionin. I falënderoj. Zoti Ramadan, edhe për ju për në fund, ku duhet drejtohen partitë politike shqiptare, çka duhet bëjmë, do thotë vizavi partive maqedonase? Unë mendoj se definitivisht subjektet shqiptare ose shqiptarët duhet ta kuptojnë një punë. Se në rrethana demokratike, në kushtet demokratike, politika duhet të jetë shumë transparente. Dhe dialogu të zhvillohet pa ekuivoke dhe pa zero. Unë për vete mendoj se qoftë me partnerin e koalicionit, me klasën politike maqedonase, ka ardhur koha që të shtrohen çështjet dhe të detyrojmë pranojmë dialog të barabartë, duke e lënë anash inferioritetin. Unë për vete çdo herë bashkëbiseduesit maqedonas i them kështu, në qoftë se ti nuk ma respekton gjuhën, nuk ma respekton kulturën, nuk ma respekton identitetin tim, atëherë ty me mos ke çka ulesh, a unë ty ta respektoj edhe gjuhën, në qoftë se dikush i ka dalë ferë deri në fund respektimit të identitetit Maqedonës si kur ata ndihen janë shqiptarët. Politika zyrtare e Kosovës pranon identitetin Maqedonës. Politika zyrtare e Shqipërisë pranon identitetin Maqedonës. Shqiptarët e Maqedonisë pranojnë identitetin e tyre. Dhe ne duhet të bisedojmë pra haptas, pa lënë asgjë në tavolinë, të respektohemi mes veti, kemi të përbashkët, atë që pak më pare përmendje edhe zoti Lepaja, e përbashkëta janë integrimet euroatlantike, edhe në qoftë se ka vullnet të mirë, për atë vullnet ne jemi të gatshëm të bisedojmë, por, edhe njërë po e përsëris, nuk jemi të gatshëm të vazhdojmë që të na trajtojnë në pozicion nënshmos, poshtrues, dhe se nuk jemi ne të aftë të themi të udhëheqim institucioneve më të larta, sepse tek e fundit është koha kur ne kemi fillu viteve 90-ta, në Maqedoni kemi pas 850 studentë, disa në Kosovë, disa në Shqipëri, disa këtu, sot kemi rini akademike, të cilët studiojnë pra mbi 25.000 studentë, dhe ajo është një fuqi, një potencial intelektual i ri, cili nuk do të duroj pra pozicionin nënshmos. Si do qoftë, nëse më lënë edhe në fjali, Maqedona si tja një popull i vogël dhe është arsyeshme një lloj frike që kanë prej shqiptarëve në faktorizimit shqiptarëve në region, por ne politika shqiptare edhe këtu duhet të tregoj atyre që ata nuk kanë nevojë të frigohen nga shqiptarët. Shqiptarët do të jenë një faktor i cili bashkë me ta do ta ndërtojë Maqedoninë dhe do ta bëjë Maqedoninë një vend evropian edhe të zhvilluar që do të jetë kënaqësi me jetue në këtë vend. Shpresojmë kështu. Të nderuar bashkëbisedues, sigurisht se kur të flitet për rolin e politikës shqiptare këtu në Maqedoni, sigurisht se ka shumë për çka të biseduar, mirë po shpresojmë që ky emision nuk do të jetë i fundit pikërisht në këtë temë, do të kemi emisione të radhës ku do të mund të shtrojmë edhe gjëra të tjera që sot nuk kemi pas mundësi t'i prekim. Unë nga në emër të redaksisë në gjuhën shqipe të televizionit Nova ju falenderoj shumë që morët pjesë dhe pasurut këtë emision, ndërsa ju e të nderuar shikues, takim të radhës ju lidhet të shtunën e ardhshme, deri atëherë mirupafshim.